Para se të ishte Big Brotheri, ke një super shans për të hyrë tek ferma VIP. Po. Sa po është hapur te Vision Plus, e ke parë? Po ferma VIP, si që dini, unë jam konsumatori mishit derit, sidomos mishit gicit, dhe kështu që mu m'jep kënaqësi, dhe me thonë të marrë pjesë në fermë, në qëfë se ka dera, unë e përqizoj. Po s'pa dera, unë s'marrë pjesë ati, se unë me derat jem i familiarizu, dhe me thonë ati, dhe unë ndjem ati si në hotel me 5 yje, dhe me thonë... Ikësh nga shtëpia ku banojnë gjithë banorët e tjerë, do shkosh tek banosh me deri. Ati të ferma, ati me të dë fleje, dë ushqit. A e pe Prime-in tek ferma VIP? Prime i parë, personazhe që kanë hyrë, jenë në djenit të saj gjithë? Gjithmonë, pasi kjo lloj është vjedhur nga Franca, dhe me thonë, është tërhequr nga Franca, dhe me thonë, dhe jepet këtu në vendin tonë, pasi, si që dini, qoftë Big Brother, qoftë ferma, gjërat tjela, dhe me thonë, janë, dhe me thonë, të shpikura nga televizionet e huaja, dhe me thonë, që është... Kam patentën ato, t'japin patentën, janë ato rregullat e tjera që ndjekin ato produksion, licenca, që janë ato gjërat e tjera. Është e vërtet, dhe me thonë, dhe kjo është diçka pozitive. Ne jemi perla për të kopjuar gjëra, se vetë sa një prodhim. Po, është e vërtet, dhe me thonë, dhe duhet patur parasysh tani që unë dhe japë kontributin tim, dhe me thonë, në imagjinatën time dhe në inteligjencën time, që kjo lloj spektakli, dhe me thonë, të ketë komplet zhvillimin e duhur dhe të jetë në nivelin e duhur, dhe me thonë, të teknologjisë, qoftë të televizionit, qoftë të botës të realitetit. A ke një thirrje për gjithë ata që kanë organizuar ferma VIP, duke qenë se Big Brotheri ti the do hyj, ai Big Brotheri mbyllet, a se fiton dot 100.000 euro? Se unë edhe një ditën e fundit po të futem aty, unë kam sigurt, pasi çdo gjë para bëhen, dhe me thonë, operacionet bankare, dhe me thonë, bëhet, dhe me thonë, plani e gjëra, nuk ecë të kuturuar ashtu, ti di atë punë që çdo gjë është me teknikat e veta, dhe me thonë, te ferma s'do të hysh. Po, nuk është se, ndoshta nga Big Brother ka le tek ferma, dhe me thonë, se nuk bëhe një kohësisht, dhe... Ajo është e vërtet, dhe me thonë, dhe unë nga Franca në Shqipëri, dhe me thonë... Dhe tani e shave Gjesi dhe që s'është mirë, ngeli aty brenda tjerë, tani thua që do bëj si Gjesi, do i Big Brother. Po, tani koha që kalon është e tepër dhe ndëmt për imazhin e tij, për çdo gjë, dhe me thonë, pasi ai më tepër dëmton Big Brotherin për momentin se sa i ndihmon atij ndaj, dhe është mirë, dhe me thonë, që vetë vëllai i madh ta kupton që ai duhet ishte eliminuar që mbrëm, dhe me thonë, dhe kështu që do vazhdojmë dhe... A e pe fermën VIP? Po, fermën VIP nuk e kam parë, pasi kam qenë në Hungari, si që di dhe Altini, dhe me thonë, dhe atje kemi qenë me shtëpi publike, dhe me thonë, dhe ati kemi patur kënaqësi seksuale terrible. Edhe kështu. Edhe kështu që është një moment shumë i këndshëm, dhe me thonë, që po qa thumë vllane tani se filluam, ku mbarej? Po ti do më vdesësh mua. Të falenderoj shumë për Lulet bukra ka Tirana. Asa lulet bukra ka Tirana.